Komentet për rekomandimin e rritjes së tarifave për 15% në drejtim të zyrës së rregullatorit të energjisë ka kohë të dërgohen deri më datë 28 mars. Megjithatë, këtë veprim jo të gjithë kanë vendosur të bëjnë, me kundërshtimin e tyre po e planifikojnë në mënyra tjera. Aktivisti i shoqërisë civile Luan Hasanaj ka filluar një peticion online, asnjë cent më shumë, në të cilin kundërshton rritjen e këtyre tarifave. Përveç këtyre, i njëjti qëllim ka veprime edhe më të ashpra. Hapi tjetër do të jetë protesta, mirë po jo vetëm protesta, ka edhe diskutime tjera, është një ide që synojmë ta nisim një fushatë e cila do t'ju bëjë thirrje qytetarëve të Kosovës për ta bojkotuar pagesën e energjisë elektrike nëse veç ky vendim merret. Hasanaj thotë që përveç pagesës shtesë së energjisë elektrike, kjo ka efekt zinxhiror të pashmangshëm. Kjo do të pasohet mandej me rritje të çmimeve pothuajse në çdo sektor, pra qoftë në prodhimtari, qoftë në industri, qoftë në çmime në përmarkete, pra qytetarët do të rëndohen edhe më shumë. E në anën tjetër nuk kemi pothuajse fare veprime dhe lëvizje që kjo të paktën të baraspeshohet apo të nivelizohet me rritje pagash, qoftë në sektorin publik apo në atë privat. Pikërisht për këtë ndikim dhe mundësi të rritjes së çmimeve, ekonomistët thonë se duhet reagim më i madh, me që është më i papërballueshëm se sa vetë pagesa e energjisë elektrike. Do të rritet kostoja e prodhimit. Të gjitha fabrikat që prodhojnë do të rritin kostën e prodhimit për shkak të shtrejtimit të energjisë elektrike dhe do të bartet direkt tek produktet dhe shërbimet që prodhojnë. Po ashtu do të rritet kostoja e shportet së konsumatorit për produktet bazë. Për shembull, për furrat që prodhojnë bukë do të kenë kosto më të lartë të prodhimit dhe menjëherë do të bartin në rritjen e çmimit të bukës. Çmimi i energjisë elektrike ka rënë në tregjet ndërkombëtare, por megjithatë, Bordi i Zërrejës ka propozuar që nga 1 prilli të shtrejtohet për 15% çmimi i rrymës.